Mbrëmja e 14 janarit, duke si një udhëtim krejt i zakonshëm për 186 pasagerët që mbushnin avionin Skyngz 308, i cili niste nga Frankfurti drejt New Yorkut. Në sallonin e avionit ndije aroma e kafes dhe zhurma e qetë e pasagerëve që vendosnin valizet, përqafoheshin me të afërmit, apo flisnin me emocion për jetën që i priste përtej Atlantikut. Askush, as një sekond, nuk e dinte se kjo do të ishte nata që do të ndryshonte shpirtin, se do të përballeshin me vdekjen ball për ball, se një njeri i vetëm, një shqiptar nga Shkodra, do të ndante fatin nga Humnera. Ai quhej Ardian Kodra, 34 vjeç, me sy të qetë, trup atletik dhe një shtrëngim duarsh që tregonte se jeta nuk e kishte kursyer. Punonte si teknik aviacioni për vite të tëra, dhe megjithse atë natë nuk ishte në detyrë, fati do ta vinte në provë më shumë se kur. Avioni u ngrit pa probleme. Dritat e qytetit u larguan ngadalë, ndërsa qielli u kthye në një perde të zezë të thellë. Brenda kabinës çdo gjë dukej normale. Fëmijët qeshnin, një çift i ri mbante duart, një zonjë recitonte lutje të qeta, ndërsa Ardiani po lexonte një manual teknik që e mbante gjithmonë me vete. Mbase një shenjë që zemra e tij kurrë nuk largohej nga pasioni për aviacionin. Por pas vetëm 47 minutash fluturim, ngjarjet nisën të marrin përmasa që askush nuk i parashikoi. Filloi me një dridhje të lehtë. Pasagerët e injoruan, si zakonisht. Pastaj një krisë e fortë, e ndjekur nga një ulërim më e tmerrshme se vetë stuhia që priste avionin përballë. Të gjithë u ngrinë. Fëmijët nisën të qajnë, ndërsa një dritë e kuqe alarmi filloi të pulsonte në fund të kabinës. Avioni u drodha aq fort sa gotat e ujit, ra mbi dy sheme dhe valizet sipër kokave nisën të tundeshin sikur diçka po mundohej t'i tërhiqte jashtë. Kreu i ekuipazhit doli me fytyrë të zverdhur. Zonja dhe zotërinj, ne kemi një problem me sistemin hidraulik. Ju lutem, vendosni ripat. Në atë sekond, Ardianit ju ngrit gjaku në fyt. E kuptoi me njëherë nga tingulli i metalit. Nuk ishte thjesht një problem i vogël. Diçka shumë e rëndë kishte dështuar. Avioni nisi të humbiste lartësi. Alarmet binin njëra pas tjetrës. Dritat u fikën për disa sekonda dhe u ndezën sërish. Të gjithë nisën të ulërinin, ndërsa stjuardesat vraponin me lot në sy, duke i thënë njerëzve të uleshin. Dhe pikërisht atëherë ndodhi momenti që ndryshoi gjithçka. Një nga stjuardesat e njohu Ardianin, i cili kishte udhëtuar shpesh me të njëjtën kompani. Zotëri Kodra, ju lutem, mund të vini me mua, kapiteni po kërkon ndihmë. Inxhinieri i avionit është sëmur. Ardiani u ngrit pa menduar dy herë. Sytë e pasagerëve e ndiqnin sikur ai të ishte shpresa e fundit. Sikur vetë Zoti po ecte drejt kabinës. Korridori dridhej nën këmbët e tij. Zhurma e motorëve ishte bërë një klithme e pandalshme, por zemra e tij nuk lëvizi. Kjo ishte fusha e tij e betejës. Kur hyri në kabinë, e kuptoi situatën menjëherë. Kapiteni ishte i djersitur, steardi i dytë i plagosur lehtë, dhe sistemi i drejtimit gara ishte bllokuar. Kjo do të thoshte vetëm një gjë. Avioni nuk kontrollohej. Kapiteni i tha me një zë të dridhur. Nëse nuk e rregullojmë, do të përplasem në Oqeanin Atlantik brenda 15 minutave. Ardiani nuk e humbi qetësinë. Ma hapni panelin. Me një herë. Dua të shoh presionet. Ai nisi të punonte me duart që i digjinin. Shkundej, ngrihej, binte përsëri mbi panele. Shikon të çarat e kablove, rrjedhjet e lëngut hidraulik, presionin që binte çdo sekond. Kapiteni nuk e besonte ritmin e tij. Dukej sikur ai avion ishte krijuar vetëm që Ardiani ta shpëtonte atë natë. Por kur paneli i dytë dha një shkëndijë të fortë dhe tymi filloi të dilte prej tij, atëherë kuptuan se avioni ishte në orën e fundit. Tymi që po dilte nga paneli i majt të krijonte ndjesinë se avioni po merrte flak. Kapiteni ngriti dorën duke mbuluar hundën dhe u kthye nga Ardiani. Zotëri Kodra, në këtë gjendje fluturimi nuk zgjat më shumë se 10 minuta. Fjalët u shuan nga një goditje tjetër e fortë. Avioni u rrokullis lehtë majtas, duke i përplasur pasagerët e njëri tjetri. Klithmat mbushën korridoret, por brenda kabinës së pilotit mbretëronte një heshtje tjetër. Heshtja e frikës që shikon vdekjen dhe e pranon. Veç Ardianit. Ai u përkul pranë panelit të djathtë, ngriti një pllak metalike dhe futi dorën thellë në sistemin e kablove elektrike. Kapiteni nuk po e besonte. Çfarë kërkon? Aty është sistemi i stabilizatorit. Bërtiti ai. E di shumë mirë, tha Ardiani pa e ngritur kokën. Dua t'i lidh manualisht. Nëse i fus në bypass, avioni reagon edhe pa hidraulik. Kapiteni mbeti gojë hapur. Një zgjidhje e tillë teorikisht mund të funksiononte,
por vetëm teorikisht. Askush nuk do të guxonte ta provonte në ajër, në një avion me 186 njerëz brenda. Por Ardiani nuk kishte kohë për teori. Koha e tyre po mbaronte. Ndërsa punonte me kablot që i ndizeshin në gishta nga nxehtësia, në sallonin e avionit paniku kishte arritur kulmin. Një burr i moshuar recitonte lutje. Një nën bante foshnjën fort në kraharor dhe i thoshte mbylli syt. Mami, është thjesht një lojë. Të rinjt regjistronin mesazhe lamtumire në telefonët e tyre, duke shpresuar që diku, t'i gjente ndonjëherë. Në mes të kësaj katrahure, një stjuardes doli me zë të dridhur. Ju lutem, ruani qetësinë. Kemi një specialist këtu. Ju lutem, po bën maksimumin. Rreth 15 pasagjerë u kthyen të gjithnjëkohësisht nga kabina e pilotëve, duke parë te dera të vetme në dritë shprese. Një fëmijë i vogël e pyeti nënën. Mami, ai është hero? E ëma, me zë të mekur nga frika. Po, zemër, është heroi ynë. Brenda kabinës, Ardiani më në fund gjeti kablon e duhur. E këputi me dhëmbëzat metalike që mbante dhe nisi lidhjen manuale. Gjaku i rritte pak nga gishti, por nuk kishte rëndësi. Ai dëgjonte vetëm zhurmën e motorëve që po luftonin kundër gravitetit. Kapiten, provojeni tani. Kapiteni lëvizi butësisht timonin e avionit. Për një moment të shkurtër, asgjë. As avioni, as koha nuk lëvizi. Dhe pastaj, motori i majt reagoi. Avioni u stabilizua lehtë, vetëm për 2 sekonda, por mjaftoi që kapiteni të kuptonte. Ai shqiptar i panjohur sapo i dha avionit edhe 10 minuta jetë. Kodra, çfarë bëre? I detyrova stabilizatorët të punojnë në gjendje emergjente. Por nuk do të zgjasin shumë. Duhet të aterojmë menjëherë. Kapiteni kontrolloi radarët. Ishin mbi Atlantik. Aeroporti më i afërt ishte 21 minuta larg. Nuk arrim dot, tha ai me zë të ngjirur. Atëherë s'na duhet aeroport, tha Ardiani. Duhet një pistë tjetër, ose e krijojmë vetë. Kapiteni ngriti vetullat. Ç'po thua? Ardiani u afrua te dritarja e kabinës. Shikoi poshtë, errësirën absolute të detit, dhe tha. Do e ulim në sipërfaqe, në kontroll të plot. Nëse humbim shpejtësinë e duhur, avioni thyhet në 5 pjesë. Nëse ulim drejt dhe me kënd perfekt, ka shans. Kapiteni lëvizi buzët pa fjalë. Një ulje në det ishte e barabartë me mrekulli. Ti e kupton çfarë kërkon? E kuptoj. Dhe është e vetmja mundësi. Në sallonin e pasagjerëve, stjuardesa filloi të shpërndante jelekët e shpëtimit, por jo si zakonisht, duart i dridheshin aq shumë sa një grua e re i mori vetë dhe filloi të ndihmonte njerëzit pranë saj. Të gjithë shikonin nga dera e kabinës, duke pritur lajme. Kur Ardiani doli nga kabina për një moment, duke kaluar drejt pjesës së prapme për të kontrolluar peshën e avionit, reagimi ishte i menjëhershëm. Një nën u ngrit në këmbë, me lot në sy. Të lutem mos u dorzo. Të lutem shpëtoj fëmijët tanë. Një burr tjetër tha. Ne jemi me ty. Çfarë të duhet? Një zonjë e moshuar i puthi dorën. Zoti të bekoft, bir. Ardiani nuk fliste shumë. Thjesht i buzëqeshi lehtë njerëzve dhe u tha. Ju lutem, shtriuni. Do ta menaxhojmë. Fjalët e tij nuk ishin të zhurmshme. Nuk ishin heroike. Por mjaftuan që 5 rreshta njerëzish të fillonin të merrnin frym pak më normalisht. Brenda kabinës, tensioni ishte në pikën e shpërthimit. Avioni humbiste lartësi, ndoshta shumë më shpejt se ç'duhej. Alarmi binte pa pushim, por Ardiani, i kthyer sërish në kabinë, e tha qartë. Nuk do të vdesim. Do e ulim. Kapiteni e shikoi drejt në sy dhe u mbështete ai si tek njeriu i fundit në botë. Më thuaj çfarë të bëj. Dhe kështu, për herë të parë në atë fluturim, Ardiani mori komandën. Brenda kabinës së pilotëve tensioni ishte aq i dendur sa mund të prishej me thik. Kapiteni rinte me dorën mbi timon, ndërsa Ardiani qëndronte i përkulur mbi panelet e avionit duke ndjekur çdo rritje dhe ulje të presionit elektrik si një mjek që mban në jetë një pacient që po vdes. Avioni vazhdonte të humbiste lartësi. Alarmet nuk pushonin. Zemrat rrinin në sinkron me bip-bipin e frikshëm që paralajmëronte katastrofën. Sa shpejtësi kemi? Pyeti Ardiani. Kapiteni gëlltiti. 340 nyje, duke rënë. Ardiani shikoi dritaren. Poshtë, një det i zi sa s'mund ta shquajë kufirin. Asnjë val, asnjë reflektim, asnjë shpresë. Vetëm errësirë, si një humner gjigante që priste me durim. Shumë shpejt, tha ai. Do na thyej në dysh.
Duhet ta ulim me 60 nyje të tjera para prekjes. Kapiteni u kthye nga ai. Nuk kemi hidraulik për flapset, nuk ulëm dot shpejtësinë. Ardiani mbylli sytë për 2 sekonda. Pastaj tha, e bëjmë manualisht. Do ta përdorim këndin e avionit. Kapiteni ngriti vetullat. Manovër e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur sot, i tha Ardiani, dhe pastaj shtoi me zë të ulët. Sot s'do të ketë varrim për askënd. Ndërkohë në kabinën e pasagjerëve, paniku kishte marrë formë të plotë. Disa qani me zë, disa luteshin, disa mbanin dorën e personit të panjohur përbri si t'i kishin vëlla. Nuk kishte më të huaj në ata avion. Të gjithë ishin bërë një familje e friksuar që mbështetej te një hero i vetëm. Stjuardesa kryesore foli. Zëri i saj dridhej, por ishte i vendosur. Ju lutem, dëgjoni me vëmendje. Kapiteni po tenton ulje emergjente në sipërfaqe uji. Kur t'ju them, përkuluni. Mbani kokën midis duarve. Mos u çoni. Një fëmijë nisi të qante më fort. E ëma e përqafoi. Zemër, gjithçka do shkoj mirë. Ai burri do na shpëtoj. Zoti e dërgoi në avion. Në rreshtin e 4, një i moshuar tha me zë që dridhej. Nuk ka shqiptar që dorëzohet pa luftuar, kemi shpresë. Brenda kabinës, Ardiani nisi të jepte komandat. Kapiten, merr drejtimin e timonit. Mbaje avionin në 4 gradë ngritje. Mos lëviz shumë, stabilizimi është i brisht. Kapiteni, po bie shumë shpejtësi. Ardiani, e di, është e qëllimshme. Na duhet të humbasim shpejt, por jo kontroll. Avioni filloi të dridhej si gjethe në erë. Disa qarje u dëgjuan në krahët e avionit nga presioni. Paneli i djathtë shkëndijoi sërish. Kapiteni bërtiti. Paneli po ngrohet. Mund të digjet. Ardiani e shtyu paneli me dorë të zhveshur, duke marrë një djegje të lehtë, por nuk u tërhoq. Mbaje drejt. Mos e lësho. Dhe në atë moment një ulërim e pafundu u ngrit nga pasagjerët. Avioni ra plot 300 metra me një rënje të lirë të menjëhershme. Të gjithë u hodhën lart nga vendet. Bagazhet dolën nga raftet. Një dritare e vogël u çakërit, por Ardiani nuk lëvizi asnjë centimetër. Ai shtrëngoi kabllot, stabilizoi panelin dhe bërtiti. Rrije e të kurs. E kapim. Kapiteni, jemi shumë poshtë. 800 metra. Ardiani, humbe shpejtësi. Shpejt ngreje 3 gradë. Tani. Avioni u ngrit pak, vetëm pak, por mjaftoi që të mos përplasej kokë e parë me detin. Pastaj Ardiani tha, lë këndin. Hym e treti. E se ngrit shumë, dhe të rëthyhet. Kapiteni e uli timonin lehtë. 400 metra, murmuriti ai. Ardiani u mbajt fort pas panelit. Mori frym thellë. Ky është momenti. Nëse llogarisim gabim, fundi. Në kabinë, pasagjerët dëgjonin vetëm ulërimën e motorëve që luftonin kundër vdekjes. Dritat u fikën për një çast. Të gjithë menduan se kaq ishte. Disa ulëritën, disa bën shenjën e kryqit. Pastaj, si një e qarë në përerësirë, u dëgjua zëri i stjuardesës. Përkuluni të gjithë. Zemrat u ngrin. Aeroplani hapi barkun drejt detit. Uji duke ja qafër sa mund ta prekje me dorë. Ardiani bërtiti. Tani, kapiten. Këndi 5 gradë. Mbaje. Deti u afrua. Shpejtësia ra në 178 nyje. Kapiteni murmuriti me zë të shuar. Po hyjmë. Zot na ndihmo. Ardiani. E mbaje drejt. E se lëviz mjetin. Kë është. Atë çast, avioni preku sipërfaqen e ujit. Jo si një goditje, por si një rëshitje e dhunshme. Një zhurmë e tmerrshme u përhap, një përplasje që e bëri kabinën të dridhej sikur po thyhej në dysh. Pastruesit e ajrit ran. Dritat u fikën. Uji shpërtheu nga të 2 anët e avionit. Pasagjerët u lëritën. Një nën mbuloi djalin me trupin e saj. Një burr u përplas me sediljen para, por avioni nuk u thye. Dhe mbi atë përplasje titanike, një zë i vetëm rasi rufe. E kemi. Mbaje. Ishte Ardiani. Avioni rëshiti mbi ujë për 400 metra të tjera, duke u dridhur derisa u ndal. Heshtje absolute. Në atë qetësi, dikush filloi të qante. Dikush tjetër bërtiti. Jemi gjallë. Zoti e ruajti.
Dhe pas disa sekondash, e gjithë kabina shpërtheu në britma gëzimi, falënderimi, lotësh. Por Ardiani nuk festoi. Ai vrapoi te dera e avionit, doli në korridor dhe bërtiti. Të gjithë të ulem. Kemi përfunduar. Mund të mbytesh avioni. Duhet dalim. Heroi nuk u çlodh. Ai filloi misionin e dytë. Shpëtimin e njerëzve nga avioni që po fundoset ngadalë. Avioni qëndroi ndalur për disa sekonda mbi sipërfaqen e ujit, si një gjigant i plagosur që luftonte të mos fundosi. Era e natës u lërinte, dallgët përplaseshin në krahët e avionit dhe brenda. Paniku po rritej sërish. Uji i ftohtë hyri i pari nga ndarja e pasme. Shikullonte si goditje akulli dhe pasagerët nisën të shqetësoheshin. Zërat u kthyen në britma. Jemi duke u mbytur. E nxirrni. Fëmijët, e lutem. Ndërsa të gjithë shikonin njëri tjetrin të shushatur, Ardiani nuk humbi asnjë sekond. Ai u hodh drejt daljes së emergjencës, e goditi me supë, por dera nuk hapej. Funksioni automatik ishte dëmtuar nga goditja. Ai e goditi edhe një herë. Pastaj edhe një herë tjetër. Me grusht. Me këmbë. Uji tashmë kishte arritur gjunjët e pasagerëve të fundit prapa. Të gjithë panikoseshin, por Ardiani vetëm u lëriu. Estu lëvizni. Rini të vendet. E tripe e hërpë. Dhe me një goditje të katërt, dera u çau. Ajri i ftohtë i natës i ra në fytyrë, valët i spërkatën krahët, por drita e hënës ishte shenjë shprese. Ai nxori i pari fëmijët. Një djalë i vogël, i ngarkuar me jelek shpëtimi, dridhe i të ri. Do vdesim, zotëri? Ardiani i vuri dorën mbi kokë. Ti. Jo. Ti s'do vdesësh. Unë nuk do lejoj. Dhe e mori në krah e çoi drejt varkës së emergjencës. Pas tij doli një nënë e re që mbante të bijën. Pastaj një çift i moshuar. Pastaj një grup studentësh. Ai u udhëhiqte të gjithë si komandant i lindur, duke mos i lënë të trondite nga paniku. Stjuardesa e cila po shpërndante jelekët nuk i mbante dot lotët. Ti je i pabesueshëm. Ardiani nuk e pa. Nuk kishte kohë për lavdërime. U kthye brenda avionit që vazhdonte të mbushej me ujë. Brenda, disa pasagerë ende ishin të bllokuar. Njëri prej tyre, një burr i rënd trup, ishte ngjitur te sedilja pasi këmba i kishte ngecur midis dy paneleve të thyera. Nuk lëviz dot. Më lini, ikni. Uji tashmë i arrinte deri te kraharori. Ardiani ju afrua dhe bërtiti. Askush nuk mbetet këtu. E të dëgjon? Askush. Ai u përkul, e kapi panelin metalik dhe e tërhoqi me gjithë forcën. Metali shtrembëruar i shkuli dorën, por këmba e burrit u lirua. E mori nën sqetull dhe ngriti duke e çuar drejt daljes. Të dy u zhytën përgjysmë në ujë. Disa pasagerë brohoritën nga jashtë. Hajde o shqiptar. Huaj eka për e sy patriot e. Bari, zoti të bekoft. Pasagerët e fundit u nxorën jashtë në drejtimin e tij. Secili që kalonte pranë tij e prekte, ja shtrëngonte dorën apo i lutej. Një grua e moshuar i tha me lot në sy. Pse po rrezikon jetën për ne? Ardiani buzëqeshi lehtë. Sepse kështu më ka mësuar babai. Njeriu nuk ikën kurrë pa shpëtuar tjetrin. Kur i gjithë avioni u zbraz dhe të gjithë pasagerët ishin në varkat e shpëtimit, stjuardesa bërtiti. Ardian, dëllë. Avioni fundoset. Por ai ktheu kokën. Uji i arrinte te kraharori. Një hije dëgjimi e bëri të ndalonte. Dëgjoi një zë të vogël. Mami, ndim. Ai ngriti me një herë kokën. Syt ju zgjeruan. Në rreshtin e fundit të avionit, një vajzë 6 vjeçare ishte futur nën sedilje nga frika dhe askush nuk e kishte parë. Ardiani mërmëriti. Jo zot, jo tani. Ai u hodh përsëri brenda. Uji tashmë i arrinte deri te qafa. Ai e mori vajzën në krah. Të kam, shpirt. Të kam. Vrapoi mes korridorit të mbushur me ujë. Çdo hap ishte si not. Kabina u ersua teksa dritat u fikën. Nga jashtë dëgjoheshin britmat. Ardian. Dëllë tani. Ai shtyu vajzën drejt derës dhe një stjuardesë e tërhoqi me duar të dridhura. Por kur u përpoq të ngjitej vetë, një valë e fuqishme e goditi mbrapa dhe rrëzoi për tokë. Gjysmën e sekondës se mbuloi uji. Kur doli nga sipërfaqja, avioni u ul poshtë edhe më shumë. Stjuardesa bërtiti. Ardian. Ai mori frym thellë. Mblodhi gjithë forcën dhe u ngjit drejt derës.
U kap me dy duart. Ngjiti njërën gju. Uji e tërhoqi prapa. Por a i bërtiti. Esëtë. A para se të ërdëllë njeriu i fundit. Dhe me një shpërthim force, doli nga avioni në momentin e fundit. Pas vetëm 6 sekondash, barku i avionit u zhyt plotësisht në ujë dhe u zhduk në errësirë. Helikopterët e shpëtimit mbërritën pas 14 minutash. Dritat e tyre rambi varkat e pasagjerëve. Të gjithë ishin gjallë. Punonjësit e shpëtimit mbetën pa fjalë kur mësuan se asnjë njeri nuk kishte humbur jetën. 186 pasagjerë, të gjithë të gjallë. E para që foli ishte stjuardesa. Ai shqiptari. Ardiani, ai na shpëtoi të gjithëve. Ku shpëtimtarët pyetën se ku ishte ai. Pasagjerët treguan drejt ujit. Ardiani qëndronte i ulur në varkën e fundit, me duart e plagosura dhe fytyrë të lodhur, por me sy të qetë. Vajza e vogël që ai shpëtoi rinte në prehër dhe i fliste me syt plot lot. Faleminderit që më dhe një jetë të dytë. Ai i vuri dorën mbi kokë. Jo zemër, më dhe ti një arsye për të mbjetuar. Lajmi u përhap me shpejtësi në mbar botën. Shqiptari hero i oqeanit. Njeriu që sfidoi vdekjen për 186 jetë. Trimëria që nuk njihej në qiell. Gazetarët i rinin rrotull, kompanitë ajrore e kërkonin, njerëzit e përshëndetnin në rrugë. Por ai gjithmonë thoshte të njëjtën gjë. Nuk jam hero. Thjesht bëra detyrën e njeriut. Por për gjithë botën, për 186 familje, për vajzën e vogël që po rritej falti, ai do të mbetej gjithmonë. Ardian Kodra, shqiptari që sfidoi vdekjen dhe fitoi.